çfarë po dua të them është që shumica e grave të Kosovës janë jashtë sistemit. Jashtë sistemit, vetëm specifikoje jashtë sistemit. Sepse me shumë respekt, jeni nga një fushë tjetër që po kuptoj, sigurisht është valida që ju po e sjellni si perspektivë, po kur po them është jashtë sistemit, i bie e pa integruar në institucionet e Kosovës. Të jesh pjesë e sistemit do të kesh shansin për të zhvilluar. Mund të them nga përvoja ime shumë vjeçare, sepse unë tashmë i bëra shumë vite punë dhe mbaj mend burra në vitin 2000 të punësuar dhe ata që sot janë në vitin 2025, se sa kanë zhvilluar dhe ku kanë arritur. Të njëjtit. Dhe po mendoja, po të ishin gra, edhe ato të zhvilloheshen. Apo? S'po thëmë ma shumë, që s'po bëhem e pa drejt, por të zhvilloheshen. Do të jesh për brenda sistemit, dhe sistemi të jetë edukuar, që fuqizon individ, dhe që fuqizon karaktere dhe profesione, hesen. Shumica e grave të Kosovës sot janë jashtë sistemit. Atëherë kur bëhen pjesë e sistemit, për të marrë ndonjë asistencë sociale, apo me veprime dhe masa ad hoc për të arritur ato, fatkeqësisht kryeput janë për efekte vetëm elektorale dhe të përkohshme, nuk ka qëndrueshmëri, nuk ka politika të vendosura që duan që gruan ta sjellin në sistem, ta integrojnë dhe ajo pastaj të hecën para me sistemin dhe me gjithë të tjerat aty. Dhe mendoj që këtë pikë paksa më shumë duhet ta ndriçojmë, ta diskutojmë. Duhet me rregullu modelimet, padyshim. Ja, shkurt, nëse s'fol. Qysh duhet do me fol, fjalojnë ato. Deshta mund të lidhë e pjesa e diskriminimit, se në Kosovë shumë raste dhe emri është diskriminues. Për shembull emri Shkurta, shumicën e rasteve shqiptari ku në gjendje mi marru 7 vajza për me lind një djalë. Edhe kjo është domethënë një lloj diskriminimi. Emri për shembull Mbaresa është lënë për një arsye. Domethënë edhe emrat për femna në Kosovë janë diskriminim. E kështu që mendoj që është e padrejtë edhe nuk ka barazi kur piknisja fillon prej emrit e mandej për gjonave tjera. E ke demantuar të emën? Unë e kom Shkurta emrin. Po, e di. E kështu mas me e kalin djallë dhe shumicën e rasteve gjithmonë ja kalon emrin ose Shkurta ose Mbaresa veç për me lini djallë. A gruan që ka madretu... Këto janë paganizma. Jo, halo, ekziston, se po nisna prej... Ti, si Shkurte, si personalitet, a e definu prej ati emri, ajo? A ti ke dhënë kuptim emrit? Unë besoj që ti ke dhënë kuptim emrit. Unë po, mirë po... Ti asë për më duke që Shkurta, si vjen Shkurta, s'kur gjë, ish. A mo qëllimi ka qenë për me lind djallë? Qëllimi ka qenë, e kuptoj qëllimet e tyre pagane, por gjithashtu e kuptoj që edhe ti si individ i ke sfidu ato, i ke te kalu edhe kërkush nuk pëndon Shkurt, nëjse për ty, ti e Shkurt janë. A zhduk emrin Shkurta e Mbaresa, se në Kosovë shumicën e raste u shlun për qëllime që mos me ushtu numri i qikave. Shkurta, shkurt. Po Mbaresa me mbaru numri i vajzave dhe me lind djalë. Në Shqipni ma shumë është emri Mbaresa. Mu ma kam emrin Besa, më qenë e Besës, edhe që ashtu kom dali. Pjesa diskriminimit, Shkurta dhe Mbaresa dhe shlonë për qëllime që me diskriminu gjinin femrore. Po ka qenë nëse gabonistë në Kosovë, dhe më thonë që kanë qenë disa emrat ndalume, edhe nëse nuk gabojnë mesin e tyre dhe emri Shkurta. Po shumë vërtet. Ta që kemi dhe më thonë këtë ndalume me legjë. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e panelit. Alketa, faleminderit shumë. Besa, faleminderit shumë. Shkurta, faleminderit shumë.